Hajde po ja analizojmë pak stilin kryetari të ri të New Yorkut. Zoran Mamdani. Nuk është thjesht mënyra se qysh vishet, është mënyra si një qytet flet përmes tij. Zoran Mamdani nuk vesh kostume, ai vesh histori. Në një botë ku imazhi shpesh bërtet, ai zgjedh të flas me heshtje, me përmosa të qarta e me rroba që kanë kuptim. Kostumet e tij janë të ngushta, të punuar mirë, as shumë formale e as shumë trukës. Si vet ai, mes politikës edhe njerëzve. Ngjyrat që zgjedh janë toksore, blu të thella, kafe të ngrohtë, të verdha mustard. Janë ngjyrat e qytetit ku jeton, të mureve, dritave edhe të njerëzve që rrethojnë. E në duar mban unoza, një nga gjyshi e një dhuratë nga gruaja. Nuk janë për luks, po për kujtim. Në disa raste vishet me kurta ose jak, duke përzi Indin, Ugandën edhe New Yorku në një trup të vetëm. Ai s'ka frikë me tregu prej ardhjen. E megjithatë, çdo veshje duket e thjeshtë e shumë e përballueshme. Ai thotë se shpesh i blen kostumet nga Uniqlo ose nga shitjes e rrugës, për me kujtu se politika nuk duhet doket si privilegj. Edhe fushata e tij ka pas ngjyra të veçanta: portokalli, blu e verdh, si taksit e qytetit e si dritat e natës. Stili i Zoran Mamdanit është një politikë e heshtur. Ai nuk thotë shiko sa bukur vishna, po shiko se kush jam. Edhe ndoshta aty qëndron fuqia e tij. Në mënyrën si tregon, pa tregu. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM në krejt platformat, edhe mos harroni me na bëu subscribe në YouTube.